zgjua me një shoqe të re sot. Ajo thot: "Mirëmëngjes, më erdhi në zgjuar një kukull me emrin Alketa. E kanë prodhuar në 3D në Hong Kong dhe tani është online për shitje për një nismë bamirësie. Të ardhurat nga shitjet do të shkojnë për kauzën time, për fëmijët e jetimores dhe bebat e braktisura në maternitet. Wow, kjo puna e kukullave po bëhet trend. Kush do t'i dhe radhës?" Wow, Zajmina Vasjari ka tronditur mëngjesin e sotën fansat në Instagram me këtë foto. Po çfarë ka shkruar ajo poshtë fotos? Unë jam në krevatin tim, ti je në krevatin tënd, dikush është në krevatin e gabuar. Shumë filozofike Zajmina, kush e di se me çfarë idesh është zgjuar. Komentatori sportiv Dritan Shako Hoxha ka shkrepur këtë selfie me Ertrit Berisha, portieri kombëtares. Dyshe simpatike ju bashkua edhe kryeministri Edi Rama, i cili me sa duket mbështet fort skuadrën tonë kombëtare. Kjo foto pretendohet të jetë bërë për të sfiduar gazetarin Blendi Fevziu, pasi Shako Hoxha shkroi: "Blendi Fevziu nuk ishte foto me Berishën dhe Ramën. Me siguri Blendi duhet të jetë ndjer xhelos." Albano Osmani e ka nisur ditën çuditshëm, pasi duket se ka pak mlef me dikë që ajo nuk e përcakton. Ajo shkroi: "Unë nuk jam zënë me askënd për një copë kopertine. Nuk jam zënë kur për asgjë të këtill. Kam respekt për ata që në gjithë këto vite më ftuan të jem pjesë e tyre në faqe të para, apo të dyta, apo të 30-ta." Dikush komentoi: "Albana, ti s'ke nevojë të sqarosh njerëzit sepse je unike. Ndoshta ka të drejtë." Me sa duket, kjo vajza që shihni është një yll në ngjitje. Aisela Abazi është protagonistja e kësaj video të postuar nga reperi Noizi, i cili është i vendosur ta bëjë këtë vajzë një superstar. Dim që kjo bukuroshe është kushurira e ish Miss Shqipëria, tashmë aktores Almeida Abazi, simpatin për të cilën Noizi e ka shprehur që më herët.